Këtë të martë, Partia Demokratike mbajti foltoren e radhës në qytetin e Krujës. Kreu i saj, Sali Berisha, vijoi akuzat ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Berisha u tha qytetarëve se në Shqipëri është vendosur një diktaturë e dytë. Në Shqipëri është vendosur një diktaturë e dytë. Një diktaturë jo siç ishte diktatura e parë, që ndalonte me ligj dhe kushtetut partit politike, por një diktaturë autoritare që pranon pluralizmin dhe shtyp pluralizmin. Partia Demokratike solli në Shqipëri pluralizmin si motorin më të sigurt të zhvillimit të një kombi dhe të një shoqërie. Ata të cilët e lanë 45 vite në monizëm, sot janë vërsulur me tërbim, kundër pluralizmit, kundër demokracisë, kundër kushtetutës, kundër lirive dhe drejtave të qytetarëve të Krujës dhe të Shqipërisë. Kjo është Partia Socialiste. Kjo parti, me në krye Edi Ramën, thash, ka vendosur një regjim i cili tre gjëra, ka tre shtylla kryesore. Ka vjedhjen, ka mashtrimin, ka krimin. Mëtej, kryedemokrati, teksa e cilsoi Shqipërinë si një peng të asaj që ai e quan narkodiktaturë, u shpreh se qeveria po paralizon drejtësinë për të mbrojtur korrupsionin. Dhe tani që janë kap, mbi bazën e denoncimeve tona, tani s'po ndodh. Tani po bën ligjin. Mburoj për të vazhduar vjedhjen vet dhe ministrat e tij, grushtetësisht. Po bën ligjin për të paralizuar si kur më njëherë drejtësinë. Edi Rama kërkon të na thotë, ju kemi vjedhë dhe të vjedhin. Dhe ka 3 muaj që mban shoqërinë shqiptare peng, ka 3 muaj që të kapur në flagrancë, me vjedhjet që shkojnë mbi 1 miliard euro. Jo, thot, nuk mundet të pezullohet, nuk mundet të hiqet imuniteti. Sot shkonte dhe vajtonte der dhe lot për lindën e Akshit. Lindë e Akshit që drejtonte sipërmarrjen, e cila merrte peng biznismen. Kam dëgjuar që në narkoshtete kartelet marrin peng, po këto i merr vetë shteti, i mirë të gysi. Gysa Agasi me urdhë dhe trams. Berisha u ndal edhe tek protestat e Partisë Demokratike. Ai u shpreh se kryengritjet do të jenë paqësore dhe do të vijojnë deri në fitore.